Besnik Qullhaj, mjeku i laboratorit që u shndërrua në milioner fal tenderave të shëndetësisë dhe pandemisë së COVID-19, tashmë është futur në radarin e SPAK-ut. Ky personazh i errët i biznesit të shëndetësisë është thirrur fshehtasi nga prokuroria e posaçme, së bashku me mafjen e shëndetësisë Klodiana Llojbeu, Vilma Nushi dhe Vasil Llajo i Intermedicas. Kjo bandë sofistikuar e drejtuar në hije nga ish-ministre Augerta Manastirliu ka kontrolluar për vite me radhë buxhetin e shëndetësisë, duke vjedhur miliona euro përmes tenderve fiktiv, analizave false dhe koncesioneve të paracaktuara. Qullhaj, përveç pasurisë marramëndse, është ortak edhe me mafiozin e njohur të Gërdecit, Mihal Deliorgji, që konfirmohet nga hetimet intensive të SPAK. Pazari skandaloz i check-upit prej 140 milion eurosh, dhëm Vilma Nushit në vitin 2014 nga Ministria e Shëndetësisë, ishte një koncesion fasad, ku Qullhaj dhe partneri i tij në krim Janis Karathano luajtën rolin e garantuesve të konkurrencës fiktive. Në këmbim të kësaj loje të pisët, ata u shpërblyen me miliona euro përmes tenderve korruptiv dhe analizave fiktive. Burime pranë SPAK-ut konfirmojnë se hetimet kanë nxjerrë në pa transaksione të dyshimta financiare mes kompanive të Qullhajt, Nushit dhe Karathanos, ndërsa gjatë pandemisë, kompania Genius Lab e Qullhajt regjistroi fitime të paprecedenta prej mbi 1 miliard lekësh në vit, fal monopolit të testimeve të COVID-19 të akorduara nga Manastirliu, pas 8 vitesh korrupsion të papërmbajtur. Banda e shëndetësisë, tashmë e zbuluar nga hetimet e SPAK, pritet të dalë përpara drejtësisë. Ka ardhur momenti që paratë e vjedhura të shqiptarëve të kthehen në buxhet, ndërsa Qullhaj dhe ortakët e tij të përballen me drejtësinë që kanë shmangur prej kaq shumë vitesh.